Sekreti 7 ditor që tërheq para si magnet. Përshëndetje miqtë e dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Ky është një protokoll intensiv 7 ditor që riprogramon mendjen tënde në ndërgjegjese për të tërhequr para dhe mundësi financiare në mënyrë të shpejtë dhe harmonike. Mendja në ndërgjegjese nuk kupton kohën ashtu siç e kuptojmë ne. Ajo reagon vetëm ndaj ndjenjes së vërtetësisë, intensitetit të besimit dhe përsëritjes së qëndrueshme. Ky cikël 7 ditor shfrytëzon një ritëm natyror që ekziston në shumë cikle të jetës dhe natyrës, duke i dhënë një urdhër të qartë dhe afat të saktë mendjes tënde të brendshme. Rregulli kryesor për sukses: besimi plot 0% gjatë gjithë javës. Nëse dyshon, nëse flet për mungesën ose nëse tregon procesin pek të tjerët, energjia do besohet. Tani le të shkojmë ditë pas dite me shumë detaje. E hënë, dita e dekretit të qartë dhe të fuqishëm. Kjo është dita kur vendos saktësisht çfarë dëshiron dhe i jep një urdhër të prerë mendjes tënde të brendshme. Hapat e saktë: merr një copë letër të pastër dhe shkruaj me dorë, jo në telefon. Shumën e saktë që dëshiron të kesh në posedim deri të dielën e ardhshme. Shembull real: 4.200 euro, 850.000 lekë, 1.500 dollar. Mos shkruaj shumë para ose mjaftueshëm, shuma duhet të jetë konkrete dhe realiste për ty tani, por pak përtej asaj që ke aktualisht. Shko para pasqyrës, shiko drejt në sytë e tu, mos shmang shikimin. Thuaj me zë të lartë, me forcë dhe bindje të plotë, sikur po deklaron një fakt të pamohueshëm. Unë dekretoj dhe pranoj plotësisht që deri të dielën e ardhshme data, shëno datën konkrete, do të kem marrë saktësisht 1.000 euro. Kjo është bërë tani. Është realiteti im. UB. Thuaj këtë deklarat 10-15 herë pa ndërprerje. Sa herë që thua UB, ndje një val lehtësimi në gjoks, sikur një peshë e madhe u hoq nga supet e tua. Pse funksionon kjo ditë? Ky është momenti kur vendos qëllimin si një urdhër ushtarak për mendjen tënde të brendshme. Dekreti i qartë plus afati i saktë plus ndjenja e përfundimit krijojnë një program të fortë. Këshill shtesë: nëse ndjen pak rezistencë ose frikë kur e thua, thuaje edhe më fort. Kjo rezistencë është shenjë që po prek një besim të vjetër që po prishet. Këtu një ilustrim i fuqishëm i momentit para pasqyrës. E martë, dita e vizualizimit të thellë dhe ndjenjes së realitetit. Sot fokusohemi vetëm te ndjenja, sepse ndjenja është gjua kryesore e mendjes në ndërgjegjese. Si ta bësh? 2 sesione të gjata. Sa po zgjohesh, ende në shtrat, sytë mbyllur, 10-12 minuta. Në mbrëmje para gjumit, 10-12 minuta. Mbyll sytë dhe imagjino skenën finale sikur tashmë ka ndodhur. Ku je fizikisht kur sheh paratë? Në bank, në telefon, kash në dorë. Kush të jep ose si shfaqen? Transfer, çek, pagesë nga klienti. Si duket ambienti rreth teje? Mbi të gjitha, si ndihesh? Gëzim i madh, lehtësim i thellë, siguri, buzëqeshje e pakontrolluar, ndoshta lot gëzimi. Mos u përqendro te si do të vi, vetëm te fundi i lumtur. Shembull konkret: vizualizimi. Imagjino që hap aplikacionin e bankës dhe shfaqet bilanci plus 4.200 euro. Ndjen gëzimin në stomak, qesh me vete, telefonon një person të dashur për t'i thënë erdhën dhe ndjen një val falënderimi. Pse është kaq e rëndësishme? Mendja në ndërgjegjese nuk dallon mes imagjinatës së fuqishme dhe realitetit, ajo fillon ta trajtojë si fakt. E mërkur, dita e afirmimeve të përsëritura intensive. Sot e bombardojmë mendjen me mesazhe pozitive të bollkut. Afirmimet bazë, përsëritini këto, paratë rrjedhin drejt meje lehtësisht dhe vazhdimisht në mënyra të papritura dhe harmonike. Unë jam një magnet i fuqishëm për pasuri dhe mundësi të bollshme.
Bollku financiar më rrethon tani dhe rritet çdo ditë. Çdo ditë në çdo mënyrë, gjendja ime financiare përmirësohet gjithnjë e më shumë. Si ti përdoresh? Thuaj me zë ose me ndërish çdo orë, vendos alarme në telefon. Të paktën 10-15 herë në ditë. Thuaj duke ecur, duke lar endë, duke pritur në semafor, kudo. E njëjtë dita e veprimit sikur tashmë kam. Sot fillon të jetosh sikur parat tashmë janë këtu. Veprime praktike, zgjidh 2-3, shko në dyqan ose online dhe shiko sende që do të blije me parat e reja, pa u stresuar për çmimin. Bëj një listë blerjesh me gjërat që dëshiron vërtet, makinë, pushime, rroba, teknologji. Dhuron një shumë të vogël, edhe 200-500 lekë, me ndjenjen kam aq shumë sa mund të jap pa u menduar. Paguaj ndonjë faturë të vogël paraprakisht me ndjenjen e bollkut. Këto veprime të vogla krijojnë vibracionin kam mjaftueshëm dhe më shumë. E premte, dita e heshtjes së plotë rregulli i vetëm sot. Mos i tregoni askujt asgjë për këtë proces. As familjes, as miqve më të ngushtë, as në rrjetet sociale. Heshtja ruan dhe përqendron energjinë. Kur flet për diçka që ende nuk është fizike, shpesh e dobëson besimin pa dashje. Mbaje si një sekret të shenjtë mes teje dhe universit. E shtun, dita e mirënjohjes së thellë. Sot e falenderojmë sikur tashmë ka ndodhur, si ta bësh. Shkruaj në një fletore ose thuaj me zë 7-10 herë. Faleminderit Universi Inteligjenca e Pafundme për 5.000 eurot që tashmë i mora këtë javë. Faleminderit për mënyrën perfekte, harmonike dhe të bekuar si erdhën tek unë. Jam jashtëzakonisht mirënjohës dhe i lumtur. E diel, dita e pritjes së hapjes dhe vigjilencës. Sot qëndroni hapur dhe vëzhgues, parat mund të vinë në çfarëdo forme. Transfer bankar. Para cash. Rimbursim i papritur. Pagesë e vonuar. Klient oportunizëm i ri. Dhuratë. Shitje e papritur thuaj me ndërish gjatë gjithë ditës. Unë pranoj bollokun në çfarëdo forme dhe mënyre që vjen tek unë tani. Mbaj ndjenjen e lehtësimit dhe gëzimit gjatë gjithë ditës. Përfundim. Nëse e bën këtë protokoll me disiplinë, besim të palëkundur dhe pa asnjë dyshim, rezultatet shpesh vijnë brenda 7 ditëve ose shumë shpejt pas tyre. Ti tashmë je në rrugën e bollokut. Vetëm lejo të ndodhë. Nëse do ta provosh këtë javë, shkruaj jam gati në koment dhe ktheu pas 7 ditësh të ndash çfarë ndodhi. Bollët i pafund për ty.